Alo? Je vonë, je vonë. Kush vjen i fundit paguan, ta dish. Hajde. Nga mbushu njësoj, po, nga mbushu njësoj. Më në fund. Tashi, është e kotë që thua kush vjen i fundit. Një herë, se dëgjova zilen, nga hyre. Nga dera. Kjo është goda jote. Jam shumë dakord, mirë se të gjeta. Unë mirë që se mbarova të gjithën këtë. Faleminderit për ftesën, sa i përket pjesës së kush pagu. Ti ke dëgjuar të këngën Kenalin për shef ose refreni është skena para. Gjithsesi do ta e pranoj, do bëj mea culpa, do ta pranoj këtë gabimin edhe do ta paguaj me kënaqësi. Do gatuar. Mirë se të gjeta gëzuar. Kjo është pagesa jote sot. Të prita me pak uiski se mora vesh që pëlqen uiski. Dhe po me Terezia se kemi thika ndorë. Me shumë Terezi se unë mezi po presë rumin që më pa dhe premtuar më ke thënë. Fillojmë me uiski. Me uiski. Ta vazhdojmë me verë, do ta mbyllim me rum. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën, urime komplimenta. Gjitha këto po i them se du të zbusit që ka të kostën e pagesës. Nuk harroj unë. Nuk harroj. Okay. Ta kesh të qartë këta. Me gjitha të shkojnë në kuzhinë se mua gjithmonë me gjithë këto të ftuarit e mi kam ngel gjithmonë duke i pritur për të ngrënë. Po, edhe unë jam besoj një nga të ftuarit, mos themi ftuari vetëm që ta ka bë borxh. Por për të thënë vërtetën po. Po sot do i lash të gjitha borxhet. Gati. Mirë? Quhet. Hajde. Mirë se erdhe në kuzhinën e Food Lovers. Mirë se të gjeta, po çfarë deri tani po mendoja kështu me fjalë shumë formale, hyrja më pritet me këmbë të para për gjithsesi. Formale. Po. As pak. Më emocionove. Po gjithsesi këtu jemi, ja sheshi, ja Mejdani. Edhe deri kur ta mbarojmë në këto? Shishe. Unë do ta lë, do ta lë më mirë se tash kam përgjegjësi. Po ti isha unë ftuar. Unë do pi për dënim. Ti pihet bëf mirë, unë do ta lë se preferoj të pi pak verë pastaj. Pastaj ose e mund ta hapim që tani se ne kemi zakon që duhet kemi gotat e verës në dorë. Edhe unë kam më shbë vesa. Nuk gatuaj dot po s'pata verën në dorë. Karikante. Po, kemi super verë italiane sot. Vetëm që do të them unë se ku është hapja. Ti po kërkon se çfarë. Vetëm thikën shef. Unë shtrova pra. Më të pëlqen kuzhina ime? Më pëlqen shumë. Po nuk është hera e parë që kam parë, ne kam parë edhe nga episodet. Po kuzhinë ti s'ke hyrë. Jo, kuzhinë. Kështu është ta shohësh nga jashtë edhe ta shohësh këtu është besoj është ndryshe. Këtu kemi një hapse vera, ty desirtari. Dhe ke gjithë kënaqësinë e mundur, po patjetër, nderin. Për të hapur verën. Ç'të bëj? Unë do ta heq kështu se kam parë që ishte edhe kështu. Ishte gjitha në dorën tënde, si të duash ta bësh. Të dalë nga formati i... As pak formal. E di që do gatuajmë sot, apo nuk e di? Po, unë i pash tashmë, një mendje e kam, me gjithse ky Toni, mund të hajtë edhe i gjallë. Edhe i kushtonim kohë njëri tjetrit. Tash Landi merret me palestër, që të gjem një gjë që na shkon. Që nuk të prohet, që s'kemi... Pa, përendit, qa kolori, qa kasht e bukur e artë. Shumë e bukur në farë, më bori shumë për shtypë. Kasht, do më thëmë merë flaga jo, po ndë një kohë gjatë. Është kasht e njomë. Do digjet me të fatë. Se mbushësh gotën të në tja? Po mbushë, më Landi gotën. Patjetër. S'ka me këta trokas. Do vetë shërbehem. Po më qëllon që po bëhem meqi me të ftuarit. Meqi. Shumë e bukur kjo. Gëzuar? Po gëzuar. Po ngjyrën e pasë kështu, ngjyrë kaq gold, kaq flori s'kisha parë. Ngjyra. Ti merr vesh nga verat? Unë ecë më tepër me shijen. Edhe unë me shijen ecë. Jo se është kështu, vandej këtej. Po somelieri na rekomandoi që kjo do shkonte me ushqimin sot. Shkonte fantastike me recetën që ne kemi zgjedhur, e cila është një tono tataki, që ne do ta qajmë. Nuk e di kush do ta qaj më shumë, ti apo unë. Për ta qarë çaj e ti unë do ta haj.
Unë kam ardhur për të ngrënë. Le ta shohim se kush do të gatuaj dhe kush do të haj. Po ama. Kjo është përparësia jote. Më bën kjo mua. Kjo i bën të gjithëve është universal. Është unisex. Rregullojmë pak flokët se. Me shërllafet e flokët komplimenta sepse gjatë gjithë kohës i ke pas kështu. Shumë faleminderit. Po eksperimentoj, po kthehem kohën e gjimnazit. Mirë, aty jemi të gjithë. Ti në gjimnaz, unë jam aktualisht në shkollë të lartë. Rikthehesh, vika një kohë që rikthehesh, do të rikthehesh. Patjetër, unë jam rikthyer në shkollë të lartë, po, kohën e mesazhit me veshje. Ku e ke bërë gjimnazin ti, Landi? Te shkolla numër 1 në Shqipëri. Që është? Sa që gjimnaze ka Shqipëria? Petronini. Petronini Luaras. Unë s'te kam bërë të gjithësë. Si më duhet. Nga palestra me përparsën e Food Lovers. Po mirë që nga e bukur se është e bukur edhe e kemi edhe një që jo bëj dhuratë të gjithë ftuarve tanë, që kur gatuash në shtëpi të unë do marr përparse? Po. Do gatuaj vetëm me përparse? Këtë nuk e di pastaj. Kjo është ashtu problemi yt. Problemi im. Nëse si do ta menaxhosh ti. Okej. Edhe se për kë do të gatuash, varet shumë. Po do gatuj për Elojin edhe për Lukasin. Oh, nice. Gjërat vogla. Nuk duhet i trombash. Jo. Aty jam rahat sepse kanë kështu. Patate e tëmbël, avokado, vezë. Healthy, gjithandej healthy. E kam mësuar nga mama se unë, nga mamaja vet se unë. Se më t'i shuesh, unë thash Landi, do na flas ne për kuzhinën e shëndetshme, për produktet përzgjedhura. Një person që është addiktit me palestrën, me healthy lifestyle. Edhe thash do na japësh mend gjithëve çfarë do ham. Ashtu si edhe ti, unë jam pjesë e kësaj industrie, po e themi, po është diçka që është tamam një lifestyle, nuk është thjesht një diçka, një trend i momentit, është një lifestyle i cili sot e kësaj dite, gëzuar. Sot e kësaj dite ka dhënë efektet e veta, domethënë unë kam parë gjatë Ke shumë vite që merr palestër. Për herë të parë sefte kam shkuar kur kam qenë 19. Mbi 25 vite. Autodidakt dhe ajo ka qenë pjesa që më ka fitnessi gjithmonë më ka mahnitur dhe më ka joshur sepse është diçka që nuk është trend, pra nuk është thjesht modë, është klas. Bëhet stili yt i jetës. Bëhet stili i jetës. Ti duhet ushqesh ashtu, ti duhet dhe nuk është puna që ti të duhet një formë fizike e caktuar për të bërë një photoshooting, po themi, ca foto për një reklam, për një revistë etj, po është një stil jetese, pra ideja është që edhe tani që unë jam me 2 fëmijë, do më duhet t'i tregoj me vepra më shumë se sa me fjalë, sepse fëmijët janë imitues shumë të mirë, ti e di, që gjërat bëhen kështu dhe ti pastaj i lë dorë të lirë që të zgjedhin. Pra unë nuk do doja që thosha bëj këtë sepse them unë, por do doja që ata të imitonin gjërat e mira që unë kam dhe sigurisht pastaj të ngrihen shumë më lart se sa mua. Do gatuajmë ndonjë gjë ndërkohë apo do? Ne do të hajmë me ti. Ai marrim të gatshme. Po jo, më ne jemi në Food Lovers, më çat të gatshme këtu të kërcasin tiganët. Tiganët kërcasin. Ata shpjegoj se çfarë do bëjmë? Patjetër, të lutem. Që të më ndihmosh ti pastaj. Të lutem. Nuk është se unë e qaj këtë punë apo jo. Kemi gjithmonë një shef që na udhëzon, por nuk e tregojmë se kush është na e marrin. Tashi modestin si shlegot me verës, modestin lërë edhe në qikë më tuti, lërë në ndetën, dhe okej, të gatuajmë. është recetë shumë e thjeshtë, ndërkohë që ne flasim edhe gatuajmë se do na hahet, apo jo? Unë kam gatuar, kam pasur disa dalje televizive, nuk shuhem, diku ku dola e pash një recetë që më pëlqeu, sepse ishte kështu tip, po prapë dhe jo salmon me oriz. E bërë ti? E bëra sepse e pash, kurse këtu tek toni është ushqim shumë i shëndetshëm, gjithë kjo përzgjidhje që është këtu. Po nuk mund të bëhet tash sikur ditë bëj ton papag. Ne do unë jam ngrënës shumë i mirë i ton. Ne do të eksplorojmë, pastaj dalë, ne do ta ham. Ne nuk do të tregojmë që s'ka dalë mirë. Po me këtë je shumë i sigurt, je në një zonë sigurt sepse edhe po nuk u gatuaj hat gjallë ashtu dhe janë në rregull. Po njësoj është. Kështu që i vëm zjarrin. Ne do ndezim të ngrojmë këtë ujin që ta kalojmë tonin për 1 minutë në ujë të vluar, që të marrë atë ngjyrën. Po ngjyrën edhe të shijen. Ta kalojmë si thuash në një temperaturë që nevojitet. Pastaj do bëjmë sallatë finoku, do bëjmë këto edamamet që do i qërojmë edhe këtu testohet durimi. Po tamam. Po pse do t'i qërojmë edamamet? Do t'i qërojmë një për një. Kemi edhe pak selino që do ta bëjmë. Një sekondë, më fal që ndërpres. Ti
është pjesë e dënimit me që erdha me vonesë, apo tash kështu është receta? Po, me qenë se kishim një recetë, si harrojnë gjithmonë ndez të kundërtën, e kupton sa gatuaj? Unë kam fajin, prap, s'ka problem. Faturohet e shkruaj aty, bën një listë me gjëra dhe shkruaj. Ndezim këtë tjetrën, se këtu digjemi pastaj. Tu mund të harroj të vë dorën, unë unë marrëdhëniet me zjarrin i kam një katastrofë që nga voglia. Nuk më the ku është fëmijëria jote, ku e ke kaluar fëmijërinë? Po shkur të më pyesësh ku është fëmijëria ime që të të përgjigjem. Ani sa po të pyeta. Sa duhet të ta them kur të një ishte e bukur kjo. Mirë. Fëmijëria ime deri në 85-ën në zonën e kombinatit, pastaj nga 85-a e tutje. Se kisha në mendjen që ti je rritur në Vlorë. Vlorë. Nga më ka ardhur kjo ide. Kjo është e imja. Nga whisky, ndoshta. Mund të jetë whisky vlorënjata i që ke pirë edhe. Po çfarë lidhje ka me Vlorën në West Side Family? Unë jam lindur e rritur në Tiranë, pastaj nga 85 e tutje te zona e Një Majt, te Tirana re. Po bëj sigur nuk e kam ide. Më që s'di. Kurse West Side Family është formuar, themeluar në Petronini Luarasi. Pra, nga çunat e Petronini. Nga çunat e Petronini. Domethënë deri në vit të parë neve kemi qenë vetëm me Xhigun klas, unë dhe Xhigu, te para 4, pastaj u bë një shkrirje klasash dhe doktor Flori vinte nga Çfarë më kujton kjo? Uzon. Edhe më Uzon kujton. Po Uzo bëhet nga aniset, ndoshta. Anises, lulja. Po kjo e ka shumë të theksuar, po, e ka dhe shumë intense e ka. Dhe pastaj doktor Flori po thosha vjen te klasa jon nga e para 8, vjen tek ne, u bën ato shkrirje të klasave. Dhe eksperiment. Pra ju ishit të 3 moshatar. Unë isha një vit më i vogël se sa doktor Flori, ndjes pas edhe se sa Miri. Dhe me Mirin isha në bank vit 4, doktor Flori kishte pasur disa bashkëpunime më parshme, bëri një këngë me Xhigun sepse rrinin bashkë shumë, etj shoqëroheshin, u hashe muhabeti. Edhe pastaj vendosën që thonë na duhet edhe një zë kështu, edhe një figurë. Talleshin me mua, thosh një figurë kështu simpatik. Morim këtë landin, se edhe këndonin edhe në. Se ty të morën për simpatik në fillim. Pastaj doli që kisha edhe një çik zën. I kisha të dyja ata përbërësit. Domethënë te kjo që do gatuam sot, unë isha figura më e kompletuar. Pra, siç është kjo që do gatuam sot. Ishe kolori, pomodorini në këtë rast. Po, hajmë më isha kripa. E qejtë ngjyrë. Kripa dhe sheqeri. Unë më duket se do rripa ngrënë sot me sa po shoh. Unë po filloj avash. Dgjoj, jeni çik kripë dhe çik kështu salsoje ham gjallë me këtë. I kursejmë kohë njëri tjetër. Ta bëjmë siç duhet, ta bëjmë siç duhet se nuk është çështja për neve, më njerëzit që do na shohin thonë ç'a bën këto. Çfarë llomotitën, çfarë fjalosën. Ku ishte gatimi këtu do thonë, të ngrën krudo. Mirë, unë e di dhe e di shumë mirë që publiku që të ndjek për një kompleksitet gjërash. Nuk ndjek vetëm që çfarë do gatuajnë këta. Edhe si çfarë do pinë, edhe si çfarë do thonë, edhe si është kuzhina, si janë njerëzit. Unë falenderoj shumë që më ke përzgjedhur nga shumë figura. Ishte shumë kënaqësi që erdhe. Sezonit të parë që uroj të jetë në vijimësi dhe sa më të gjatë. Edhe I kemi prapë Uesadit. Po thosha gëzuar. Tani do e marrësh atë qorusën? Do ta marrë. Të grim finokun? Po mundohesh që do të merrem me llafe që ti shmangesh atë dënimit dhe jo. Jo, po ose do ta bëj unë dhe ti do flasësh. Jo. Do bësh moderatorin, e ta lë me shumë kënaqësi ta bësh. Po nuk edhe gatuaj unë, s'është problem fare. Nuk e di a do arri aty ku duhet. Me këtë e grim. Tani me këtë ne do ta bëjmë fije dolla që të krijojmë atë sallatën që na duhet. Shumë thjesht. Okej, domethënë edhe fol, edhe puno. Po, pse vetëm për një funksion? Ç'është kjo? Thash po shpëtoj, thash po ta hedh. Nuk ja do le. Multidimensional. Dhe bën një këngë Miri me Florin në fillim që quhet Tik Tak Tingut e jetës dhe për ajo kënga është pa ty, domethënë. Ajo është pa mua sepse nuk isha unë ende në grup. Fitoj çmimin teksti më I mirë, bëhet fjalë diku në 98-ën mos gaboj. Në festival? Ishte kanë dalë në një këngë që quhej ka dalë tek e harrova. Si sa jam një çik I rrëmujshëm unë. S'ka gjë, kuzhina është e bukur kur bëhet rrëmuj. Kur bëhet rrëmuj. Teuta televizion. Okej, merr. Herët fare domethënë. Shumë 98-ën. Kënga ishte
mbas trazirave të 97-s, edhe ato trajton. Po e bën mirë apo? Po. Tashim, nëse se bëjmë mirë ne ka fajin grirësja. Dhe më pas bëm një këngë që quhet Deluzion, kënga Deluzion i dedikoj realitetit politik. Po prapë dhe ajo ishte bazuar në luftën e 97-s. Po ato të dy e bën? Trazirat e tjerë. Urdhro? Po ato të dy e bën dhe këngën Deluzion apo jo? Tekstet në pjesën më të madhe i ka shkruar Dr. Flori, në bashkëpunim me Xhigun, po pjesën më të madhe i ka shkruar Dr. Flori. Dhe kur të bën ty pjesë që u bindën që ti vleje? Ti vjen në West Side. Ti vjen, po. Po. Më bën pjesë me këngën Deluzion, siç po thoja. Që ka qenë dhe dalja jone e parë në skenë, në këngën magjike, dhe suksesin më të madh Majat West Side i kapi në 2002 me këngën Mesazh. Po, Mesazhi pastaj vulën grupit e festivaleve. Vulën grupin festivaleve, po na vuri edhe para përgjegjësisë, sepse ideja ishte që sepse neve këngën nuk e kemi parë asnjëherë si diçka fitimprurse. Kishim thjesht Jo, po ju arritët një sukses shumë të shpejt dhe pastaj ndoshta ishte vështirë të bëni një këngë pa aq të suksesshme. Ajo ka qenë sfida. Si ta ruajmë, domethënë që episodi i dytë i tretë i Food Lovers të jetë në të njëjtën lartësi. E shikon, që kur do. Mund t'i bësh të dyja? Po. Edhe me West Side-in kjo ishte ideja, që ore si t'ja bëjmë tani, se ne nuk e kishim kështu për qëllim që të dilnim edhe të këndonim. Landi. Urdhro. Do bëjmë këtë veprimin këtu, që ta mbash mend, mos thuash pastaj s'më mësova asgjë. Jo, e mora veshën në një të zier shumë të fortë të ujit, do ta lëm një minutë tonin. Shikon? Do mbash kohën dhe me mend. Jo, se kemi orë kështu. Okej. Filloi ora. Ka filloi. Po. Në natën e ndrimit viteve 2002-2003, kryetari i Bashkisë Kozë Edi Rama, mbasi na kishte parë këngën magjike që na kishte pëlqyer jashtë masë shumë, edhe shprehu me superlativa tha i çunë me patamat kuqe tha i grupit që isha unë, është kandidati i mundshëm tha për kryetar bashkie. Se me qenë si ishim me pantallona të kuqe. Po jo. Dhe na kërkoi për bashkëpunim për të bërë këngën Tirana. Dhe pastaj ulëm me Dr. Florin se Dr. Flori ishte tekst shkruesi. Që bërët që rrafën i det. Se çfarë duhej, se çfarë kishte në mendje kryetari i bashkisë së kohë. Dhe se çfarë ideje pastaj pati Flori për të bërë kjo duhet ngrirë gjithë? Apo jo detyrimisht? Po çfarë do hash ti mos e ngri? Po ajo. Po nëse ja dole. Po. Dhe në 2003 bën këngën Tirana. Pati reagime që çuna mbyllën me sukses tani se s'keni çfarë bëni më shumë se kaq. Po pra brenda 2003 në këngë magjike Dr. Flori bëri Hoçike. Me shallafit përshëndes me këngën Hoçike. Edhe Hoçike që atëherë është? 2003. Ja, po nuk është shumë e përshëndetur. Hoçike nuk dua ta kërcej. Mos di të këndoj. Po vajti se harrove ti. 1 minutë e 10 sekonda. E më mirë, 1 minutë e 10 sekonda, jemi në rregull. Domethënë me çana sugjeroi shefi, ai tha që duhet të marrë një ngjyrë si të bardhë. Ngjyrën e bardhë e ka marrë. Më e bardhë se kaq nuk mundet. Lëm atë tjetrën. Ndërkohë do ta fikim këtë gjë mos e harrojmë pastaj. Kjo është 10 sekonda. 2003 ishte kjo dhe pastaj gjithë pjesa tjetër është histori. Kjo është ideja e me pak fjalë e West Side-it. Po, ne kemi filluar të flasim akoma për West Side, kështu që kemi kohë. Kemi derisa erdhe ti te West Side. Merre me ngadalë. Sot e dalë mua zemra, nuk e lëm. Ndjek videot, edhe më pëlqejnë ato videot që bëni gjithmonë kaq spontane, kaq thjeshta, pa pas nevojë për. Me ti ku i ke shokët? Ose shoqet? Shoqet më thonë se nuk kam shok, që thua shumë shok, jo, shumë pak njerëz kam në jetën time. Se s'ke shok? Po, kam aq sa duhet. Dolëm te etikë. Don çik shumë finok? Me të lajnë çik duar ton. Finokun haje. Un po maskon, vajti. Jo. Po më vajti 1 minutë. Po ç'a thua? Po më. Se ke më të mirë. Jam 10 sekonda. E prapë 10. Heq. Shiko, Xhiku me Florin kanë qenë gallataxhin, unë kam qenë që si më seriozi. Ore, unë do t'i bëj gjitha këto punë? Më më the, qëro këto e bëra. Po, atë unë qërova, tani. Tani na bëj këto të Susamit. Që do ta kalojmë pak në Susam, më thash që ta kalojmë çik Susamin në
Ta vëm po paprikën këtu, okay? Që t'i japim të shkri, të krijojnë çik yndyrë. Po ngjyrën e kemi bërë perfekt. Unë me thënë drejtën, isha në merak, se thasha, unë dhe gatimi. Qa do të vendim ti? A më the ditu më që të bëhet të? Susamin. Këtu, mo, ja. Nuk e lëshoj vendin. Gëzuar. Gëzuar. Do qërojmë ato, kemi punë, kemi dhe pak to. Ma, duhet edhe kjo? Okej, atëherë... Japim çik shije me Selina. Në rregull, tani. Sallatës, njësoj grim. Sallat do ham. Apo ta grim kështu, të vogla kështu. Kjo e Selinas është më e bukur kur e grin me atë qyrusën, se e bën me fije më të holla. Okej. Tani më trego pak për atë që do ta asistoj. Ti do të kalosh në tigan susamin, që ta bëjmë pak më të shishëm, se edhe kështu mund ta kishim bërë, po, me qënë sa rushon një lloj shije arome më të mirë. Unë dua të vi dhe do vinë në një klasë sushi. Po kemi tani afër klasë sushi, po është sold out. Po do bëjmë një tjetër pra. Që të vish rehat. Njoh pronaren. Okej, mbase ta bën një vend. Pa më dorim në këmbë. S'dua mulur. Jo, se përmendë pak më përpara, jetesën e shëndetshme addictive. Po është një shprehje që thotë një trup kemi, domethënë lajtha e vizhe, duhet kujdesesh. Plus nga ana tjetër, unë jam pak me një parim që jam frymëzuar dhe e kam marrë nga avioni, nga cili avion do thuash ti. Kur hyj në avion, ajo teta stewardesa thotë, në momentin e rënies presionit në kabinë, maskat bien automatikisht. Vendoseni ju, pastaj vendoseni personet që keni në krah. Që do të thotë, nëse ti s'je në formë për veten, nuk kujdesesh dot për tjerët. Që ka shumë të çuditshme kjo, po është një mesazh që unë që kur e kam dëgjuar, pra kur ka qenë udhëtimi im I parë, e kam zbatuar dhe kam thënë po, ti nëse nuk ndihmon veten, ti nuk je në gjendje të ndihmosh dikë tjetër, kështu që po. Tani ti the se e tha shumë se nuk e kishe fare në plan, po, bjeri shylit. Ma kujtove. Dhe tani stërvitja dhe palestra dhe ushqimi I shëndetshëm në kushtet e prindërimit është protokoll, është detyrë, nuk është më kështu luks që ti dalësh para palestrës edhe të Tash unë e vazhdoj për inerciat edhe e di se çfarë duhet se si të kemi edhe një trup të bukur, por e rëndësishme është që trupi duhet të jetë I shëndetshëm dhe funksional për veten dhe për familjen, pastaj për tjerët. Unë detyrën e kam bërë më së miri. Frekuentoj palestrën, përpiqem të ha shëndetshëm, e teproj ndonjëherë me një gotë verë, po nuk është fundi botës. Fëmijët I kam të dy që merren, njëri me futboll, tjetra në balet, çat them. A doni më për Bejlunin? Ore, do më thuash ndonjë gjë nga fëmijëria jote, se jam kurioze? E pra, nisi ta thash që gatuan dhe dikush për ty. Po sa mirë që se harron, disha unë do kisha harru kuela. Neve kemi pas fatin që të kur them neve unë dhe vllai që dritet që me dy gjyshe, njëra nga Korça, tjetra nga Gjirokastra dhe ishin dy guzhin, kështu Clash of the Titans. Euroka. Tha se ahova. Jo, po do qërojmë njerë, pastaj do I ham. Po pse do t'i qërojmë? Edhe, po thoja, nuk kam pasur mundësi që të provoj edhe lakror nga zona e Gjirokastrës, edhe lakror nga zona e Korçës. Edhe, do me thënë, ka... Nga dy krahina që... Po. Gatimi është fantastik. Jo vetëm fantastik, po që kam pas fatin shumë të madh që të provoj të gjitha llojet e gatimeve të mundshme, si aty, po edhe në vendet respektive, me fjalë, edhe në gatimet e fshatit. Hidhet një çik kësaj timës. Okej. Ajo që vlen theksohet është fakti që lënda e parë, ushqimi, cilësia ka qenë shumë lart. Po, sidomos dikur. Sepse nuk është ky lloj smogu, ky lloj trafiku, domethënë shanset që gjërat ishin bio ishin shumë më të larta atëherë. Kishte edhe shije tjetër atëherë. Patjetër, sepse edhe sikur e njëjta cilësi, neve I shijonim ndryshe gjërat dikur. Po sigurisht sepse mirë, ajo po mos se të lezetonte shoqëria, fisi, rrëmuja, kalamuri. Po nuk ishin kaq të përhapur ushqimet, gatesat, pra ne mblidheshim për të ngrënë ishte feste mate shumë, përse sot ne shmangim të hamë se o bubu. Jemi bërë kështu.
Mondan. Pak vaj ulliri, do t'i jedhim dhe një qik lime zest. Mësuara. Që aromë që ka. Super aromë. Kalëm direkt të mojito tash. Fix. Do të marrë, që do të marrë këtu? Marrë një 2 piron që ka përzim që këta? Kjo ka qenë fëmiria dhe fati madh i degustimit. Fat, po edhe është edhe çik kështu, ti shkon tash edhe bësh jo para gjykus, po bësh kështu. Kur gjyshja, kur gjyshja gatuan për ty, që gjyshet për kozelnin, atëherë të mbanin me hatër, hajtë se ta bën nëna. Pse mami që se shifje kur. Për këdhelje jo, po ishte më tepër kështu si dhe gjysha ishte. Ke parasysh që është kënga e ëmbël, zëri gjyshës etj, ka qenë fikse ashtu. Eksakt. Ajo që mua më ka ngelur në mendje është ai lakrori me thëmbër që bëjnë gjirokastre që është shumë i lartë, edhe e bën ose me pul ose me qinj ose me mish vit çfarë duash. Që është, nuk e di, fantastike, edhe plus ëmbëlsirat e Shumë gjëra. Do të bëjmë dhe salco në Landi se u harruam, u trashëm. Po megjithatë Po se kjo gjithë lezetin e ka te salca. Po, salsa. Po. Soja. Worcester. Do t'i jedhim 100 gram Worcester edhe 50 gram soja. Më duket si ishte e kundërta. Do e më pak madhe. E mbajde mend, Mbajde. Madje. Hajde. Prindoj punë. Po pra, po si ta llogaris me sy apo? Me sy, në shtëpi me sy gatuan. Madje shefi pa t'i thënë 100, nuk ishte tamam 1 me 2, ishte kështu. Me 0,8. Me 80. Po ne do ta bëjmë ashtu siç apo ta bëjmë shumë me shije. Gjysëm është okay. Po sepse kjo e ka kjo të gënjim ose e ka fundin më të gjerë. Po ti e kupton këtë, po unë si ta maskë? Sa mililitra? Që do ishte gjysma asaj 50, një shot. Edhe kjo 150 që edhe kjo, e urdhron. Jo. Prit. Po ti nuk do t'i jedhësh gjysmën, do t'i jedhësh më pak. Pra. Me sy. Nëse i themi e sqarojmë publikun neve. Nëse na rrëshket dora, duhet 2, jo me 1, po me 0,8. Po 2 soja dhe 2 masa, po 2 masa soja dhe 1 ose 0,8. Sipas dëshirës. Me këtë jemi çik më kështu, më të sigurt se ky e ka me pika. Do ta testojmë, do ta provojmë si e kemi bërë. Krips do i hedhim se ka soja vet. Apo ja. Jo. Edhe madje se shkam përshtypjen që do përfundojmë shumë. Aty kemi ca luk të vogla që ta provojmë. S'është bërë 0,8. Jemi mbrapa më kohën. Po? Po. Tani do ta bëjmë këtë me susam në gjitha anët. Më thash ta bëje ti që të mësosh ta bësh e thua që kam mësuar një recetë në Food Lovers, po. Recetën e mësova unë? Po e mbajte mend, po. E mësova, e di që kam problemun që unë gatuaj, domethënë mund ta gatuaj një gjë shumë mirë. Po atë paraqitjen e kam 4 me xhufk. Ti gatuaj se paraqitjen e bëj unë. Nuk më durohet domethënë që ta bëj atë paraqitjen ashtu bukur. Dhe kur gatuaj kështu kam bërë 2 herë kështu hamburger ose bërxoll në shtëpi. Që i bëj kështu të larta dhe me gjak brenda. Dhe kur vjen puna, domethënë ajo se një copë ha aty në tigan ku gatuhet dhe derisa ka vajt në pjatë ajo edhe jap një talierë tjetër unë ty. Po. Edhe përmoshton pastaj që përfundojnë që e kam ngrënë në këmbë pjesën më të madhe. Hajde bëje këto. Prije tonin tënd aty. Do pres tonin e? Po. Do pres gishtin, do të gjejmë nder pastaj. Është momenti i të vërtetës. Po pse më mora atë gjën, apo me që toni im ky është zgaraviz vetë shumë e dorë. Tani ti mund ta prekësh, ose prek. Shiko, unë në shumë gjëra që bëj jam shumë mirë, sepse kam atë vendosmërinë për të shkuar deri në fund. Te gatimi nuk e kam atë durimin, me thënë drejtën. Tani o e ke ose ke, por ke edhe të tjera dhe ke edhe të gatime. Nuk e kam. Jo, nuk e kam. Te gatimi nuk e kam. Nuk e kam sepse ato shqisat janë shumë të forta se sa mua. Kjo e shpjegon pastaj, kjo e jep gjithë shpjegimin. Kush do ta dekoroj pjatën më bukur? Ke ndonjë ide?
Po, ta thash për autor Hoxha. Shikoj se e kam bërë këtë. Po mirë, më bëj një përpjekje. Ne kam lënë se ato pulet me qafë të rrjepme. Ke thikën. Urdhra. Prit kopjojnë çik. E mirë. Se ti janë në rregull, po un kam dhe një problem tjetër që të gjithë këto shefat e mi presin që unë të jem në lartësinë e duhur. Ma lando kështu është në shive. Nëse shiko, për një gjë jam shumë i kënaqur. I kemi ndjekur udhëzimet e shefit, edhe toni ka dalë fiksa ashtu siç duhet. Ai tha deri në 1 minutë e ka marrë atë pjesën e bardhë. Po, është bërë aq sa duhet. Po. Unë jam kontrollor cilësie shumë i mirë Erdet. Domethënë e di si duhet. Kjo është më mirë e imja se ajo. Absolutisht shumë e mirë se ajo. Jo, te pjesa e të bërit. E të bërit pra po se e zgjohet ti. E zgjohet. Mund të lash më të madhe në burr. Të lash pjesën më të madhe. Dëgjoj, ja çon më shumë foto. Jo ta dekorojmë çik tani se ky është momenti që un pres, për këtë moment jetoj. Unë jetoj për të ngrënë valla, bukur. Hudho dha aty në pjatë. Ti të ka kapur që kjo mosha internetit ty. Ha, mua kështu? Po. Wow. Po sepse e do të bukur. Dhe ti shiko ti. Jo, e kam shumë qef atë pjesën. Këtë do ta hash apo e ke thjesht për foto? E kam shumë qef atë pjesën. Do ta hash apo e ke thjesht për foto? Marr, do dekorosh ti apo jo? Apo do ta bësh me muzikë? Vëm një muzikë. Vëm muzikë s'fondo kush e bën. Jo këtu, jo. Te pjata jote. Moj ti. Oh. Po pak kisha, ma morë edhe kjo. Më prisha dekorin. E di. E kisha bërë shumë bukur. Po të cila pjatë? Duhet ta bëj këtu. Jo, duhet me po bëjmë pjatat. Po pse më ngatrove me këtë? Jo talier, jo. Do ta presësh se nuk e prej dot të pjatat. Po si më se pres të pjata? Prish pjatat do bë. Po tash publiku e mori vesh unë s'jam për gatimin, jam për degustimin. Ky është momenti që unë kam shumë qef. As thua se po bëj shkencë. Ti a hedhon? Jo se ta bësh vetë. Mjafton ajo respekti, po me delikatesë që bër. Po ja pa se shefi tha me lugën e vogël. Mirë ja hedh shumë. Gishtin kështu e harrove? E ke qarë. Po jeti dhe një çik se ke shumë thatë. Ç'a? Salt, nuk e pas. Pra, jetet kështu në stil francez. Ta pikojmë edhe një çik kështu. Madje ja hedhim more. Është pjesë e dekorit. Faleminderit. Mjafton me kaq. Kush e dekoron më bukur pra thash unë. Hajde bëjmë një competition këto. Voilà. 10 star Michelin. Tes për këtë momentin. Kështu bëjnë francezët. Ngren gishta super pjetë dhe thu ti, çfarë po bëjnë këta? Kush ishte sallata ime? Ua! Do të kishe prerë minimalisht. Patjetër. Mos e shif pjatën ti. Dekoroje vet. Ua, si ndiem francez sot. Dhe është fiksu, pardon my French. Po do baron kova. Po marrova, në rregull, kam gati për ngrënie, ja. Ku ma? Po hidhi mor sallat, mor. Hidhi mor ti 2 fije, që do hash? Po mi pra... Do ankohash pastaj. Unë prandaj jam këtu shumë, burr, rëmuja gjiu. Nga odha të gjithën. Edhe... Hajt ma. Thash se do bëhet. Do i dekor më të bukur, po. Ti që më ke marrë këto. Ja, urdhra. E damana. Këto janë behind the scenes që populli po i shef live, sepse... Wow, unë me gjithë ta. Se kujtojnë se kush e di ç'bëhet mbrapa skenës. Wow. Hajt më, i thënçin. Pse i thënçin? Po pse është ajo më e bukur? E imja po, pse jo? Është në çik në fakt. Çiksa. Që di shtë në Tani the final touch. Wow. Po ti vë telefonin unë, duket me bukur të pjeti. Me një telefon. Po ti bësh një filter edhe mundet, po kështu me qarë shoh, ja. Du të përpiqesh pak më shumë, Randi. Nuk jam. Unë erdha gjithë qef, sepse... Për një sekund, prit. Kote mos jam. Tani, prit. Ti me këtë pjesën e pikturës... I kam parë kështu që i vën kështu ca pika. Po, se di për çfarë janë. Zakonisht te pjesa e ëmbëlsirave. Po prandaj pra nuk duhet i ndajmë me traditës. Shko aty te sofra. Po, mua bet ty, po unë kam dekoruar. Po jo, unë nuk kam, unë dorëzova. Jo, s'mund dorëzohesh kaq kollaj. Ore kollaj, jo kollaj, s'kam ç'a ti bëj më. Nëse. Ti e ke qarë. Si është? Megjithatë që më vote. Ardetën, jo mua. Unë.
Po nuk ishte kjo ideja që ta bëje ti. Po nuk... Pjatën time. Po pse do t'i shes ta ngërlik miljetit do ndashi? Për pleqëri. Kush e muzika më nga? Muzikën e këndojmë vetë ne. Oh, çike, luje nga një çike. Oh, luje pjatën, çike nga një çike. Çike. Gëzuar. E vlerësoj gjithë përpjekjen tënde maksimale për të bërë një pjatë sallate. E vlerësoj komplimentin tënd maksimal për të më ngritur në nivel Masterchefi, por e thash jam I mirë për... Ke bërë çka ke mundur. Po. Tani sikur të hanim pak nuk ishte keq. Unë do ta vazhdoj sfidën dhe dënimin, të provoj të bëjmë një... Kjo është për të kalitur nervat. Po. Të kalojmë në Azi tani. Ti hash. Një nga një të mërshme. Ka pa 2. Unë tani po e zbuloj që kjo do ishte një super mënyrë për të mbajtur dietë, sepse ti sa ta kapësh kështu, ka ikur oreksi. Kjo është arsye pse në Japoni, japonezët e kanë atë jetë gjatësinë, 100 e kapin shumë normalisht, sepse gjithçka është përveçse shumë... Nuk konsumojnë dot sasi për... Gjithçka është e bërë në porcion, në sasi që ti ri masis gojës, pa e shqyer në gojë. Pa e egzageruar. Ushqime shumë I shëndetshëm, kombinime shumë I shëndetshëm, kanë një edukat dhe një disiplinë dhe ata e kanë 100 siç mund të kemi ne 70-shën. Unë më shëndetshëm se kaq nuk kam bërë ndonjëherë. Me që jemi në të njëjtën palestër e kam me dëshmitar që po ha shëndetshëm. Kjo është arsye që mbas një ushqimi kaq shëndetshëm duhet I rrasësh sullaqe për shplarje. Po kjo vërtet është... Unë do t'i qëndroj... Po është edhe shumë e balancuar, domethënë ti ke vitaminat e tjera nga sallatrat, po themi jeshilliqet, ke proteinën dhe yndyrnat nga peshku. Po si dark, po shkon ora 9, që si dark është mos e mjaftueshëm. Tani që të mos flasim gjithë natën për dietën edhe për këtë masterpiece-in që ne kemi bërë, të kthehemi edhe një çik të... Ti masterpiece ke, unë kam masterpiece osur. Kthehemi te lakrori nënës. E njëjta po, duhet kthehemi te lakrori nënës, duhet kthehemi te muzika, duhet kthehemi te formimi yt si artist. Si zbulove ti që isha këngëtar vërtet? Po. Këndoje në dush edhe ti? Edhe në dush. Atëherë, kontaktin tim të parë do kaloj te Piruni shumë shpejtën. Kushta vuri atë vulën që tha ti vlen mërdial. Kontaktin tim të parë unë e kam pasur domethënë nga udhëtimet ose ekskursionet që bëja me babën ose me mamën. Merrni me vete. Për kohën edhe më interesonte shumë e pjesa që këndonin bashkë, dilnin bashkë, I bënin gjërat në grup bashkë. Edhe ishte shumë kështu interesante e pjesa. Pastaj në shkollë edhe më mbrapa edhe këndonim, edhe në përlagje që bënim këto lërat e shtëpisë që lunim. Domethënë të rrethin tënd social ti bënim edhe konkurse për shembull Miss, Mister. Ose ato e fitohet I prapë se prapë. Jo. Ose këto ishte në një festival në RTS atëre edhe dili edhe këndoja këngën, secili këndonte nga Kalamajt performonte këngën e vet. Edhe kjo ka qenë domethënë ka qenë ide, domethënë unë kam qenë gjithmonë kështu I mahnitur mbas edhe I tërhequr mbas muzikës 1, mbas sportit 2. Për fat shoqëria ta impononte atë të sportin më shumë se sa. Ajo mosha e bukur kur ju bëhet gjithmonë bashkë, kalonin kohë bashkë. Po, pastaj në gjimnaz, mbasi filluan, unë kam pas pëlqyer shumë për kohën Michael Jackson, pastaj Two Unlimited, pastaj Boyz II Men, muzika aty ngela pastaj te mëngisa soul R&B, aty ngela dhe hip hop. Aty ngela për koincidoi që edhe Mirë dhe Florit I pëlqente ajo gjë, se kam përshtypjen se është energjie. Edhe u bëm bashkë. Ç'ështje fati, pra duket sikur ato puzzle-at bëhen bashkë për një arsye. Kam shumë rastësira. Derisa e ke gjetur veten. Derisa e kam gjetur veten, po dhe kam edhe këtë tjetrin që diçka që e marr përsipër për ta bërë, do ta çoj deri në fund. Përveç pjatës. Pjatën ta marr me vetë, po ç'pjatën për ha kështu pra me elegancë, aq është e shkreta. Pjatën e kam për ta gatuar, jo për ta ngrënë. Po ha me shkopë që ta ha vash. Toni që ka fantastik. Ju si West Side keni një
pasuri shumë të madhe këngësh, në numra edhe në këngë shumë bukura në fakt. Në çdo intervistë që unë kam dëgjuar me artist, me këngëtar, kur i pyesin kush është kënga jote e preferuar, bëjnë atë krahasimin që si gishtat e dorës ose si fëmijët. I do të gjitha njësoj, dhe mbi të gjitha njësoj, etj. Po. Besoj që ka prap gjithmonë një preferencë më shumë te një këngë që ty të pëlqen më shumë. E këndon dhe të emocionon aty kur e këndon. Sepse të kthen ndoshta në kohë në atë momentin që kënga është krijuar, teksti e lidh ti me fazën e asaj kohe. Është pikërisht kjo e fundit. Domethënë unë kam me kohë të ndryshme pëlqej një këngë të ndryshme të Uesaidit. Pra, për shembull, një kohë që domethënë kur kam qenë i mërzitur kur ikur Flori, këndonim shumë atë mbi gjithçka. Ose sekretet tua do jem. Pastaj në një moment caktuar mund të ishte në një moment më të gëzuar mund të ishte një këngë tjetër. Në fakt ajo është kënga ime e preferuar nga grupi jot, nga Uesaid. Shumë faleminderit, edhe domethënë është me momente ndryshme. Është si një lloj himni, si një lloj jehone që kur doli atëherë, po edhe sot i vazhdon të dëgjon është të jep një tjetër. Këngët, kjo ka qenë sfida jonë. Neve bëm një këngë për të tejkaluar veten, bazuar në dhënien dhe transmetimin e vlerave. Pra ne konsideronim veten, e vetëquanim veten, unë të paktën si ambasador. Pra ideja është ti ndjej veten si përgjegjës për të transmetuar atë që publiku do të dëgjojë. Ishte shumë sfidë që ta gjeje, dhe ishte shumë fat sepse kishim Dr. Florin që është një humbje e madhe jo vetëm për familjen, ndej këtij shoqërinë, por edhe për artin, edhe për Shqipërinë. Pra unë besoj që ai po të ishte akoma do sillte këngë. E kujtoj atë momentin se nuk e harroj, jo për ta bërë ndoshta melankolike situatën, po ishte fillimi kur unë kisha hapur punën time 2014, edhe shkoj në mëngjes në punë dhe hap laptopin. Dhe i lajmi i parë që më del përpara ishte që fatkeqësia, domethënë, Dr. Flori, dhe isha e shokuar. Se ke parasysh kur ti e shikon një person, e idealizon, dhe ishte artist me të gjitha kuptimet, dhe ishte një shok shumë i madh për mua si, po themi, fans e grupit, apo si audiencë, si spektator, imagjino pastaj për masash kishte në grup, në familje, edhe në shoqërinë e ngushtë. Unë fola një ditë më përpara mbas dite, i ka qenë diel, e mbaj më shumë mirë 16 nëntori. Në 17 nëntor nisem për punë, kur diku në lagje takoj ti me më që ishte rrallë herë ndonjëherë ishte bërë e verdhë si një shil në fytyrë. Edhe më thot, kanë marrë Florin e kanë çuar në spital, thot po nuk është mirë situata. E pash, domethënë më duk komplet e pabesueshme, nuk më shkote mendja Florin në spital, po çfarë lidhje ka, domethënë nuk e mora shumë seriozisht, edhe unë nisa pastaj për punë, se thash s'ka mundësi, domethënë. Po domethënë ajo më shkundi dhe më tha që nuk është mirë, domethënë dhe aludonte për një diçka të rëndë, po kur nuk e mendoja që do ishte fatale. Neve kishim një vit që nuk ishim nuk bashkëpunonim më bashkë, sepse Flori kishte disa projekte të vetat që do t'i vinte në jetë dhe në skenë. Ishte bërë dhe me çun para domethënë Flori ikon 7 nëntor, diku nga në 8 shtator Dani lindi dhe domethënë kishte filluar që kishte një stil jetë tjetër me impenjimet e veta. Kishim komunikuar dhe domethënë ishte gjithçka okay dhe domethënë mua jo më shëm bota, po ishte nuk dita përshkruaj me fjalë domethënë dhe kur e vërtetova që ishte i vërtet, kam dashur shumë kohë ta përtyp si lajm dhe ka qenë hera parë në jetën time që unë 3 ditë të rija me kokën poshtë dhe nuk e ngrija dot kokën as në nivel syri, domethënë kam qenë jo shok, nuk di fare ta përshkruaj atë si gjendje. Fatkeqësisht është shumë e vërtet, edhe kjo ishte ajo gjëja që neve thonim që kur kishim momente pauze, publiku pyeste a është ndar grupi, pse s'po sillni më këto, më tepër gallatat e publikut se sa. Edhe unë i thosha me ironi që grupi ndahet vetëm kur të vdesin, për mendimin që kur të shkojmë X në mosh. Edhe kjo ishte shumë fatale për ta, edhe kur e kujtoja me fjalë thosha, ora çfarë ndodhi, ç'ishte kjo gjëm. Edhe ishte humbje shumë e madhe etj, por si thua, neve e gjetëm forcën me Xhigun, me Mirin që të vazhdojmë në 2017 të sjellim një këngë që ai e la për gjysmë, kënga Beso, si thua, ishte fundi i kapitullit që Ueside Family ka një këngë me Dr. Florin, 2017 kënga Beso, që është dhe zëri i tij, po, që është dhe zëri i tij që ne këndon të tre.
Jemi në fazat ku po mundohemi të sjellim një këngë të 10 që do donim shumë të ishte një mesazh 2. Kam rezervat e mia, por jemi në ato ura që neve duam bëjmë një këngë. Neve duam bëjmë një këngë throwback. Jo mesazhin, por një këngë të re si mesazhin ato ura na të frym. Edhe ajo është kënga e 10 që neve nëse e realizojmë, është kënga e 10 që neve do të bëjmë pa Dr. Florin. Jemi në këto ura, vazhdojmë projektet, jemi shumë e fat dhe falenderoj Zotin dhe falenderues me fjalë sepse nuk e mendoja domethënë që ne do vazhdonim me mbasi. Pra, jo pjesa mbas gjithë asaj ti mendon që çdo gjë pastaj mori fund, as nuk mendon më se si do ta rikapni ju fillin për të vazhduar jo karrierën edhe. Fare. As dhe s'më interesonte karriera më tepër sepse domethënë madje në një postim që un kam bër, kam deklaruar, kam thënë në drejtë vend gjithë trofeet që Westside i ka. Mjafton si në Dr. Florin, sepse nuk është se Westside i ka bërë këngët si një diçka ku të kapet fort për famë. Gjithçka kemi bërë për publikun, për ndjenjat e tyre. Kemi munduar të sfidojmë veten që të jemi në të njëjtin nivel, lavdi Zotit e kemi dalë, para se kemi pas mundësi. Por jeta vazhdon, projektet të reja vazhdojnë. Dhe për më tepër, neve kemi një këngë shumë të bukur që quhet Jeta shkon, që është sa herë mërzitem kur dhimbja më trishton, e sa herë dhimbja më ikën kur gëzimi më largon, se suksesi me dështimin bashkë të dy jetojmë, në çdo kohë ndodh kështu, dua të them se jeta shkon. Ne kemi këngën. Jeta shkon, vërtet. Me çfarë mesazhi zgjohet Landi në mëngjes? Në mëngjes, tashi ta ndryshojmë pak. Po, patjetër. Tashi jam falendërues Zotit që jemi mirë me shëndet. Fokusi është familja, çunat, Eva e tjerë, pastaj puna. Këto janë ato që i vazhdojmë të jetin për kushtim dhe pasion. Pra unë nuk bëj diçka pas e pata pasion, me përshtim të gatimit. Që gatimin e bëj kështu. Gatimi në një lloj pasioni do apo s'do duhet ta kesh në një farë mënyre. Nuk e bëj dot se kam dalë dot. Gjithmonë e kam bërë, domethënë sepse e kam ditur që në palestër ose e di që do kenë këto vlera ushqyese dhe nuk e bëj fare për estetik. Sigurisht për ato që unë gatuaj që mund të jenë gjëra të thjeshta si oriz, ndaj bërxoll, ndaj një oriz dhe punë me shumicë. Këto që janë kështu easy për të bërë, që janë shumë thjeshta, i mjafton i kalon tigan, kurse këto gjellërat, shiko ka diçka, unë jam perfeksionist e gjë, mundohem që domethënë ato që ta bëj në mënyrën e perfekte të mundshme dhe të spikas. Pra, këtu fus këngën, këtu fus palestrën, këtu fus basketbollin, të gjitha këto gjëra që un kam bër. Los basketboll, Landi? Këto kohë jo, ka shumë çuna që më kanë thënë hajde, nuk kam vajtur dot. Është një çike vështirë me dy kalamoj. Një çiksi shumë vështirë. Kur janë kështu moshë e vogël, mundohem të bëj maksimumin. Mami ka sigurisht rolin që nuk i afrohem dot me vite dritë, edhe sikur mundohem ngrihem në nivelin e vet. Keni punë shumë vështirë mamat. Por nuk se cili ka rolin e është çështje zgjedhjesh. Unë zgjedh që mos kem durim tek gatimi. Domethënë unë kam shumë durim që të mësoja, i kam qenë në fund nga shoqëria që kam u detyrohem të mësoj basketboll sepse shokët nuk luajnë më basketboll. Tonë shumë mirë. Luajnë futboll. Kështu që mund ta konsumosh. Po tonë shumë mirë, shumë pak pra po e lë që ti them vetë sa shumë është. Me gjithë respektin për shkopat. Salsa ja ka bërë shumë fantastike. Tani neve folëm shumë, këtu do të ishim flisim edhe për ty, sepse edhe si grua, po edhe si përmarsje, edhe si shumë gjëra që unë kam parë nga larg, është vërtet për tu duar trokitur kjo sipërmarrje, sepse është diçka që duhet, domethënë gjithçka mund të kalojë, po ushqimi nuk të kalojë kurrë. Ushqimet dhe dëshira për ushqimin, domethënë ushqimi është një nga të pakta kënaqësitë të jetës. Shumë faleminderit, dhe unë njësoj si ty nuk bëj dot gjë pa pasion. Edhe këtu është gjithë ajo pasioni im për gjën që bëj. Edhe ndonjëherë jam falendëruese që them sa mirë, që sigurisht është ajo mënyra se si ti bën gjërat që shkon aty kudo, po nuk e di se si rrotullohesh tek ai cikli yt dhe ti punon dhe bën atë që ty të pëlqen të bësh. Imagjino tash sa i fortë ishte ai pasioni jot, sa më detyroi mua të bëj këtë. Nuk kur më the, hajde Lando se do gaton. Kush është fansja jote më e madhe, Landi? Prindrit. Po. Prindrit, domethënë. Edhe mbështetësi dhe tu më. Domethënë madje i mat, unë edhe kam prezantuar, po edhe një diçka tjetër që kam bërë mirë, përveç edhe kërcimit.
në Dancing with the Stars. Imad ka filmuar çdo gjë në videokaset kur unë dilja në sken. Çdo episod timin, çdo domethënë jashtë masë, domethënë nuk ka Se pas kam dëgjuar këtë, po. Jo. E kam thënë, po Imad është rekordmen, domethënë si afrohem do të fare. Unë tani më fjalë që e shoh, ai ka gjithçka për sa i përket veglave, etj, çdo gjë që i duhet e ka dyshe, nuk e ka teke. I vjen dorësh për shumë gjëra dhe i plotësuar me të gjitha. Absolutisht. Dhe unë e kam parë atë si etalon, e di që nuk e imitoj dot dhe jam si punë ushqimit. Nuk e kap dot ti këtë landën. Nga shumë koncerte që ju keni marrë pjesë, po edhe keni bërë. Kush ka qenë një nga të skenat më epike në backstage? Backstage është një njëjtë për neve. Miri dhe Flori gjatë gjithë kohës kanë qenë bashkë, kanë qenë ajo dyshja që shkëmbenin batutat, ndanin pasionin për sportin, diskutonin etj. Unë kam qenë një person më të rreshur etj. Pra kemi qenë 3 karaktere shumë të ndryshme, po një treshe që edhe pse Dr. Flori nuk është tani, prap ndihet. Ndihet sikur është pjesë është aty, po në fakt. Edhe në psikologjinë tonë është gjithmonë kështu. Nuk ç'bëhet dot ajo. Është kështu dhuntish dhurat nga Zoti. Unë mendoj që këtu vlen për të thënë edhe vlen për të përmendur merita juaj që ju keni mbajtur gjithmonë pjesë. Po patjetër. Dhe e keni bërë fakt, pra jo vetëm e keni thënë, po realisht edhe kjo është një transmetim psikologjik që edhe neve si spektator na është përcjell dhe ne ju shohim juve të 3 bashkë sepse jeni ju ato që e keni bërë të tillë. Edhe neve dhe të jetë e shtrirë në kohë sikur të mos ketë ndodhur. Dhe ne bëjmë maksimumin që atë kujtimin me sa kemi neve në dorë ta ruajmë edhe ta lënë bazdore atë që unë desha ta them. Vëmendjen që ju keni patur gjithmonë për familjen e Dr. Florit, për fëmijët. Unë nuk kam parë në VMC që fëmijët kanë qenë gjithmonë pjesë e jetës tuaj, pra ju nuk e keni ndar kur këtë. S'keni bërë kur diferencën është apo nuk është Flori fizikisht? Vjen natyrshëm, gjithçka me neve vjen natyrshëm. Pra ka shumë veta se nuk dua ta atakoj ose sepse i bie që dashje duhet marrë merita, por ne na vjen natyrshëm ajo gjëja që bëjmë. Nuk e kemi sforca. Ne kemi pjesë të agjendës. Sigurisht tani neve nuk shifemi më shpesh sepse unë thash se cili ka impenjime, por neve takohemi jeni prezent në jetën e ne takohemi sepse e kemi pjesë tjetës atë gjën, nuk e kemi kështu me fjalë që detyrim tash i duhet ta bëjmë këtë gjën. E bëjmë sepse ndjejmë është pjesë e jonë, kalojmë kohë shumë të mirë bashkë, etj. Na ndihemi mirë, ndihemi të plotësuar, është pjesë e jonë, po mos ta bëjmë do ndihesha bosh, do ndihesha si diçka që më mungon. Ju keni parë gjithmonë si familje dhe nuk ju është dashur të sforcoheni për ta bërë. E keni bërë në mënyrë të natyrshme sepse keni konsideruar familja. Edhe sigurisht edhe më shumë tani. Të pakuj apo edhe vetë? Ma un po kisha një orë që po e shifja atë ujin. Ti me gaz. Po unë zgjodh aty me gaz. Po. Kurse momenti rutina ka qenë kështu, Dr. Flori me Xhikun që vini vërdall në për sken XY çdo lloj koncerti ose festivali dhe unë që për tu shtensionuar gjeja 2-3 karrige ose do gjej ndonjë vend që të bëja ndonjë pomp toke, ndonjë gjë, ndonjë hekur ku të kacavirash atë për të bërë ndonjë shumë. Ishte kjo për të shkarkuar stresin? Ishte për të shkarkuar stresin dhe për shumë skandale dhe gjëra nuk kemi pasur. Jemi vetëm një grup që nuk kemi marrëdhënie të cënuar me asnjë nga këngëtarët, pavarësisht sepse gjatë skenës mund të na kenë votuar me pak pikë, mund mos na kenë votuar. Fakti që neve kemi qenë 3 veta, na ka ndihmuar jashtë masës shumë që të kapërcejmë çdo gjëje. Kemi gëzuar dhe gëzojmë respekt të treja moshave, të gjitha kaheve politike. Kjo është e vërtet. Të gjitha gjinive, dhe kjo është arritja, ky është trofeu jonë më i madh. Ke patur bashkëpunim me artistë të tjerë apo? Po, kemi pasur me Aurelia Gaçen, kemi pasur me Randa Livohovën Marinelën, me Aurelin kemi bërë Jehon, me Edith Mihalin kemi bërë një këngë që nuk është shumë e dëgjuar, po është këngë fantastike që quhet Mjaft. Neve kemi pasur bashkëpunime që neve kemi menduar që do t'i vlej, nuk kanë qenë një win
situation. Asnjë win-win, ka qenë win-win-win. Në Westside gjithmonë ka qenë win-win-win. Ka fituar Westside, ka fituar bashkëpunëtori, ka fituar audiencia. Ky ka qenë maksimumi jon. Kemi menduar shumë që të bashkëpunojmë me dikë në Kosovë, jashtë, po kemi menduar që të jetë diçka që t'i rezistojë. Që po flisnim për duetet. Do të ribënit një duet me Ramën sërish? Tashi tani me Ramën si profil artistik se neve kemi bërë 2 këngë me Ramën. Do ta ribëje për herë tretë ke fjalë? Apo çfarë? Kush ka qenë kënga e dytë? Kënga e dytë ka qenë kënga show, ka qenë ekskluzive për fushatën. Mirë, pra, po unë se konsiderova këtë sepse ishte e fushatës. Jashtë fushatës. Por kam parë që i ri bukur hip-hopi. I ri shumë mirë, kënga Tirana është në disa momente ende aktuale, pra neve kudo shkojmë, themi hera herës gjithçka mund ndodhi, jetojmë Tiranë, pra ka momente nga kënga që janë aktuale edhe mbas 22 vitesh. Po ideja është që me Edi Ramën tani unë mund të bëja një punë që ka lidhje me organizatën, me Special Olympics. Atë do ta bëja sepse është diçka që është përtej landit, është përtej Westside dhe është më e madhe, që është shumë më madhore. Është një mision shumë nobel, shumë i ndershëm dhe shumë me vlerë, që është kontributi dhe ndihma për aftësinë kufizore intelektuale, që është për fat të keq në Unë do të pyes janë fakt, po meqense se i paraprive, kështu që mund të nuk është fare në nivelin e dur, ka përpjekje, tashmë organizata është pjesë e ligjit që mund të përfitojë fonde, por prap ka shumë punë për të bërë dhe këtë do të kërkoj. Ky është jo premtim, por është pjesë e punës që neve kemi me Special Olympics, që të kërkojmë qeverisë që të angazhohet në arsim, në shëndetësi dhe në sport më tepër për aftësinë kufizore intelektuale. Pjesë e organizatës. Edhe mendoj që është shumë më tepër, do t'i vlende më tepër të gjithëve se sa vetëm landi dhe dëgjuesve. Pra mendoj që në këngën Tirana neve kemi arritur, unë thash dhe pak më përpara, ne kemi vlerësim maksimal nga të gjitha krahët politike, pozit, opozit, qendër, mes, lart, poshtë. Westside ka arritur qëllimit të tij si grup. Po mendoj që ky është një diçka që jo vetëm Edi Ramës, sepse është kreu i qeverisë, por të gjithë krajeve politike duhet të përfshihen që të ndihmojnë jo landin, po ndihmojnë. Nuk e di se si ishte përfshirja jote në Special Olympics. Si u përfshive? Unë kisha dëgjuar edhe gjatë Westside kisha dëgjuar për Special Olympics, sepse duke qenë jam natyrë umane, më pëlqen që të jem plus pjesa e sportit që ishte patjetër. Filantrop mbas është llaf i madh, po më pëlqen që në heshtje pa e marrë vesh dikush. Patjetër, secili nga ne nuk ka nevojë të bëjë gjëra përtej vetes, pra më të mëdha se sa ne, por aq sa mundemi të gjithë mund ta bëjmë. Pra unë kam shumë edhe për histori jete, domethënë unë kam pjesë edhe të familjes, familja ime ka qenë një familje dhe është një familje që shkon përtej kapacitetit njerëzor dhe standardit për sa i përket ndihmës dhe kujdesit të tjerëve, pra si thua se trashëguar edhe nga familja edhe për shkak të besimit që unë kam, edhe për shkak të grupit, pra kam qenë me fat që kjo lloj energjie është ruajtur. Në çdo aspekt të jetës tonë kjo ka qenë pjesë e saj. Po, është ruajtur. Dhe unë u bëra gjithmonë më tepër pjesë e Special Olympics mbasikës ose e kauzave në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar, mbasikës Dr. Florit, e intensifikova shumë më tepër, dhe duke intensifikuar e vendosa veten time në radarin e organizatorëve të Special Olympics ndërkombëtar të Europës Azi, që po shikonin për të rithemeluar Special Olympics Albania, sepse Special Olympics ka qenë themeluar në 95-96 në mos gaboj, ka pasur një jetëgjatësi deri në 2015, nuk ka vazhduar më grupi i parë themelues. Dhe Special Olympics ndërkombëtar unë pata një takim me një nga personat, me një nga drejtuesit të lartë, që unë njohëm një herë, 2 herë, 3 herë patëm disa takime, dhe se thuash i shpreha gatishmërinë për ta vazhduar këtë punë, edhe pse ishte si të hyje detit në këmbë, kur e patëm bashkë themeluar bashkë me Endri Bushatrin, me një ish presidentin e kohës. E vazhdojmë punën shumë mirë me Sarën dhe me të gjithë stafin, pra unë them që është dorë e Zotit që
nuk ka staf më dedikuar dhe më të përkushtuar në Shqipëri, duke si deklaratë shumë e fortë, por nuk ka. Pra kjo është vërtet kauza juaj, nuk është puna juaj. Që punojnë në mënyrë vullnetare ke shumë, domethënë unë, Sara dhe shumë veta kemi 8 vite që jemi që punojmë në mënyrë vullnetare, që kullandrisemi me vetëm $10,000 çdo vit. Buxhet. Dhe çdo pjesë tjetër pastaj është sfidë që ti gjesh projekte, të bindesh të tjerët për një diçka që është estetike për aftësinë e kufizuar intelektit dhe për një organizatë është e vetmja dhe më e madhja në botë, në mbi 190 të botës për aftësinë e kufizuar intelektuale. Sporti. Kush ka qenë një moment shumë emocionues në gjithë të çdo moment është emocionues. Kur thua Special Olympics është çdo moment është emocion. Nuk e bën dot. Moment emocionues është fakti që neve hym ligj, është historike për Shqipërinë që ka tashmë një ligj. Që arritët që ta... Prap neve do vazhdojmë ta përmirësojmë sepse mendojmë që edhe pse jemi aty kemi nevojë ta përmirësojmë. Duam që të sillim prandaj dhe thash që ky dueti me Edi Ramën dhe me qeverinë dhe me pozitë dhe me opozitë do ishte me shumë vlerë sepse do donim që këtë herë të bënim më të mirën, të fillonim nga puna për të bërë më të mirën për aftësinë e kufizuar intelektuale në arsim, shëndetësi dhe në sport. Pra kemi një program të jashtëzakonshëm, kemi backup dhe një ndihmë nga Special Olympics ndërkombëtar. Neve, domethënë, ka diçka që pavarësisht se një organizatë e vogël në rang administrativ vetëm me 2 veta, ka qenë gjatë gjithë kohës gati për të përballur dhe për të bashkëpunuar me një administratë shtetërore ose me këdo partner. Sa e njohin Landin si baba, çfarë ti përcjell në rrjetet e tua sociale, sigurisht, pra kush të ndjek e kupton edhe ka parë që je shumë aktiv dhe shumë prezent në jetën e tyre, jo thjesht që ke thjesht 2 fëmijë, po madje unë kam parë që keni edhe një qenë shumë bukur që keni pjesë të familjes. Sa e vështirë është kjo jeta së fundmi për ty, si një baba me 2 fëmijë që duhet gjej ekuilibrin mes jetës tënde më përparshme, pra sporti, arti, puna, kauza, familja, fëmijët, vetja, prindrit, ku diun, janë shumë aspekte dhe nuk janë më 2 kunguj në sjetull, po janë 4 milion kunguj në sjetull. Si e bën këtë balancën? Si e gjen ti jesh prezent në jetën e fëmijëve aq sa duhet, por pa humbur edhe të gjitha këto tjerat? Pyetje shumë e bukur, që kjo do na dimri për të shtjelluar, por do mundohem ti përgjigjem shumë konciz. Tani e gjithë gjë është ngritur në nivelin e një sakrifice që duhet bërë dhe shkënaqësi për të bërë. Pra nuk llogaritet fare landi, fare palestra. Un kam, domethënë, mbi një vit e ca që nuk po shkoj rregullisht në palestër. Domethënë, po të shikosh regjistrimin tani, un mund të kem mbajtur gjithsej 20-25 herë, që do të thotë unë nga i personi që shkonte 5 herë në javë të paktën në palestër. Por është diçka që ja vlen, domethënë punën më të madhe po e bën mamaja, nuk ka sakrificë saj që është përtej bot kuptimit tim. Si ndan atë fazën që janë të vegjël, duan. Nuk e di, domethënë puna e saj është nuk e di, domethënë është e paçmuar. Unë mundohem të jem pranë, por prap do më duhet një çik më tepër nga durimi i mamas për të qenë më afër. Do mundohem që për ata të jem shembull me vepra, jo me fjalë. Sigurisht gjithçka ja vlen. Mundohem të ruaj këtë balancën, por nuk më vjen keq që nuk po ikaj shpesh në palestër, sepse mundohem që fizikun nga ana estetike dhe e shëndetshme ta ruaj nëpërmjet ushqimit. Kam bërë një plan, them të shkoj së shpejti, por ja vlen. Sa ka ndryshuar Landi si person? Pra ti e ke transmetuar gjithmonë të profilin tënd si ai personi që ka qenë gjithmonë social dhe gjithmonë pro kauzave të shoqërisë, kauzave sociale, por shtoj tani edhe faktin që ti je prind, kam përshtypjen që prap ka ndryshuar shumë më tepër dhe ka përforcuar gjithë ato çfarë ti ke qenë? Unë them që është si gjithë jeta është si një puzzle i madh, si një gjë e gjës. Ti gjatë gjithë kohës mundohesh të plotësosh dhe t'i bësh upgrade dhe të përmirësosh veten tënde. Merr diku këtu, pra unë kështu e kam formuar karakterin dhe unin tim. Merr më të mirën këtu, merr dhe mundohu ta plotësosh pa xhelozuar tjetrin e tjerë. Po mundohu që vetes tënde të shtosh më të mirat. Sigurisht je natyrë njerëzore, je e korruptueshme, je destinuar për
për të thyer e për tikur, por ti mundohesh gjatë gjithë kohës në atë procin tënde të jesh të marrësh më të mirën, pra jo të xhelozosh edhe të flasësh keq për tjetrin, nuk e kemi pasur. Edhe fakti që ne kemi qenë tre, kemi qenë një mendje, kemi qenë edhe besimtar, na kanë ndihmuar domethënë që të mos xhelozojmë dhe mos kemi hatërmbetje, po të mundohemi që të jemi te rruga jonë dhe të përmirësojmë gjatë gjithë kohës tonë veten tonë, këtu tek korsia jonë. Në këtë nivel shpejtësie dhe duke parë si e bën tjetri, ose çfarë është më e mirë dhe ti ta përmirësosh. Për sa përket familjes, ajo është pjesa që unë brenda mundësive, nëse do ekzistonte një kështu anë hermetike që s'do ta shfaqja, ajo do ishte. Familjen jam jo fanatik, po nuk dua fare as ta shfaq, as ta ekspozoj, as të jem edhe overprotective, ndoshta nuk dua. Ajo është pjesa ime, është diçka për cilën flas në të përgjithshmen, por nuk edhe këto në Instagramet njerë, dy herë, pastaj nuk doja as jo, unë shumë jam kurioze se si e balancon ti pra jetën tënde reale se sa ajo që shfaq. Ajo që shfaq është gjithmonë ajo që duam përcjellim një imazh tonin, që herë mund të jetë dhe një lloj frymëzimi për të tjerët, pra zgjedhim ne çfarë duam të ndajmë, por jo që ajo shpesh herë është reale, ne këto e dim që përveç asaj ka dhe shumë gjëra tjera që ne nuk duam të i shfaqim, por është krejt okay dhe është normale që nuk mund të shfaqim çdo gjë tonën reale në një arenë ku gjithë janë spektatorë. Me mua ka funksionuar që gjithçka unë e bëj natyrshëm dhe njerëzit ata që më njohin dhe që më njohin prej kohësh, më kupton? Ata që të njohin tani se kanë një telefon dorë dhe vendosin like, komente etj, unë jam kështu, nuk kam fare sensitiv ndaj komenteve. Je çik baba djemsh apo do të pëlqen të kesh një vajzë? Jo, vajzë nuk kam. E di që nuk e. Do ishte shumë mirë që do të pëlqen të kishe edhe një vajzë. Patjetër, unë kam qenë gjithmonë kështu dashamirë si familjeve të mëdha, por a do e mërri se sa e tjerë, a dua unë një të tretë, një të katërt. Rrugës. Duke parë, duke bërë, por patjetër, unë jam dashamirë si familjeve të mëdha, nuk jam i këtyre që më përpara kam pas vrarë mendin apo ç'a ti bëj si do si do menaxhosh. Jo si do menaxhosh, si do kujdesesh që fëmia jote jetë më mirë se sa ty, pra unë kam shumë bezi që të jetë çuni land. Unë do të them që jam babi Lukasit dhe Elojit, nuk dua që të jenë në hijen time. Prindrit përpiqen të bëjnë maksimumin për fëmijët e tyre, dhe kjo gjë të përndjek gjithkohës që në momentin që ti bësh prind mendon se pra kjo është ajo detyra jote maksimale, patjetër që t'ia vë vetes me çdo kusht që fëmijët e tu duhet të bëjnë, pra duhet jenë më të mirë, duhet t'japësh më të madhen, më të maksimalen etj, po unë kam arritur në një konkluzion sfundmi që them, ndoshta në një moshë tjetër që e shoh gjën pak më larg asaj moshës që janë fëmijët e tu sot, edhe them çfarëdo që ti do ju japësh fëmijëve mbase, në atë moment nuk do jetë asnjëherë mjaftueshëm. Por mjafton i gjithë ajo dashuria, vëmendja, dhe kujdesi, kujdesi patjetër dhe prezenca, jote që ato janë rritur me figurën tënde dhe ti ke qenë aty. Pjesa tjetër do jetë gjithmonë në mëdyshje dhe në hamendësim, a kam bërë mjaftueshëm, a dhash maksimumin, por ajo që unë mundohem tani dhe që nuk e blet as me lek me asnjë gjë, sepse e shoh edhe vërdall se si është bota etj, se si është dhe kujdesi që X familje i ofron fëmijës tije apo të saj. Unë mundohem që t'jap sa më shumë nga koha, dhe këtë nuk ka çmim që e ble. Këtë po thoja. Pra nëse unë do mundohem që t'jap më shumë kohë nga vetja ime, edhe besoj që kjo është diçka që e mban në shina dhe në rrugë dur një fëmijë. Sigurisht, duke i dhënë edhe shembullin që ti marrë të dy, të mundohem ti shoh ose ti çoj, unë jam shumë i apasionuar mbas basketbollit, nuk kam kohë shumë që nuk luaj, por domethënë do mundohem që të luaj me ta basketboll, do mundohem që ti marr stërvitje, do mundohem që ti çojnë për sporte të ndryshme etj, do mundohem domethënë që ti tregoj të gjitha gjërat që vlen, por me shembull, sepse po pra ato që ti ke bërë realisht. Është shumë kollaj ta marrësh dhe ta çosh edhe te supermarketi, thua, do këtë çokoladën, do këtë sheqerin, do këtë frutin, do këtë, por nuk e di as rruga e dur apo jo. Do mundohem që ti tregoj maksimumin dhe në mënyrë të natyrshme, me një energji që e kam, ato çfarë un jam dhe çfarë në fund fare çfarë është bota. Pra, këtë ushqimin do ta bëjmë për foto,
Apo ta bëjmë për ta ngrënë. Unë e bëra për ta ngrënë, prandaj nuk e vrava shumë mendjen. Unë e bëra për të dyja. Ti e bëre për të dyja, po ti patjetër. Një rrugë dy po. Gëzuar Landi. Kemi ardhur te një moment që e kemi, po pra, fatkeqësisht po. Është një këngë e Boyz II Men, although we've come to the end of the road. Duket. Megjithatë, ti nëse nuk do të përgjigjesh, po më duket se do ta humb të sfidën këtë herë. Mund të pish një shots. Rum në këtë rast. Sa bukur. Whisky ver rum. E kupton tani? Se si fillon, si vazhdon dhe si mbaron në ushqim japonez. Jo, e kam jemi në rregull. Por ti edhe mund të përgjigjesh dhe mund të pish dhe rumin. Ti mund ta tërheqësh pyetje ndërkohë. Pyetje ndërkohë, po, patjetër. Ata që martohen për herë dytë, çfarë kanë skuptuar herën e parë? Shumë bukur, po shlidhje ka me mua kjo. Nuk e di. Po një lidhje duhet ta ketë. Po jo, më ata që martohen, po duhet pyesësh ku dëgjon. Kush është martuar për herë dytë? Unë s'jam martuar për herë dytë. Unë nuk thash me letra më djalë. Po çat përgjigjem për ndonjë tjetër unë? Si është koncepti yt për këtë? Për kë? Për martesën? Për martesën, po. Tani që njeri je martuar ti, se mbaj mendun që herët. Po. Atëherë kur pushtoje lajme, të kupton? Pjesë e lajmeve roz. Po, mbaj mend. Ti precet po kur të martohen për herë dytë do ta them, ta kalojmë bëj një pyetje dëgjoj. Po më shumë mirë mund të pish rumin o dia. Po më do ta pijon rumin. Dëgjoj. Unë them kështu. Ata që martohen për herë dytë të shkretët. Shiko, ka diçka, unë them kështu. Ata që martohen për herë dytë i ka shijuar shumë hera parë, edhe thjesht nga që janë natyra perfeksioniste, janë natyra perfeksioniste dhe thonë që ta në herën e parë se bëra mirë, ta bëj edhe një herë mirë. Jo se bëra mirë. Shiko, në të dyja rastet den, edhe nëse se bëra mirë, haj ta bëj mirë, po mund vlet edhe kjo tjetra që e bëra shumë mirë atë u kënaqja, tifuz dhe i dasëm tjetrën. Se ka nga ata për shembull në Amerikë thon nga këto vauz i thon çdo 10 vite ose si ta kish ta. A ke lekë valla, marto sa herë dush. Ky është më bëj, hajde gëzuar. Ashtu që të përgjigjem edhe pin. Kishte zgjedhja jote, ë? Po patjetër. Të bëf mirë. Burëm. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olivoj.